Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të jetoni shëndetshëm dhe të mos vuani nga diabeti. Mos i fusni në gojë këto ushqime. Personat që nuk vuajnë nga diabeti mund të konsumojnë her pas here patate të skuqura ose ëmbëlsira. Edhe pse janë të pashëndetshme, mund t'ju shtojnë në peshë, konsumi i tyre nuk është fundi botës. Ndërsa për personat që vuajnë nga diabeti, ngrënia e këtyre ushqimeve mund të ketë pasoja të rënda për jetën e tyre, si tonel pikon. Është e vështirë të thuhet se çfarë është mirë dhe çfarë jo, duke qenë se çdo person me diabet është disi ndryshe nga tjetri. Megjithatë, ata duhet të kenë kujdes për atë se çfarë konsumojnë, si nivelet e larta ashtu dhe të ulta të sheqerit në gjak. Hiperglicemia dhe hipoglicemia mund të shkaktojnë simptoma të tilla si të vjella, dhimbje stomaku, arrahje të shpejta të zemrës, dridhje dhe marramendje. Në rastet më ekstreme, nivelet e larta ose të ulta të sheqerit në gjak mund të kenë pasoja të rënda deri në humbjen e jetës. Nëse vuani nga diabeti ose përjetoni këto simptoma, duhet të vizitoheni me patjetër te mjeku specialist. Por cilat janë ushqimet që mund të shkaktojnë probleme te personat me diabet? Sipas Health.com do të rëndisim disa nga produktet të cilat duhet t'i mbani sa më larg nga dieta juaj në rast ose jo vuani nga diabeti. Ëmbëlsirat që shiten nëpër dyqane. Tortat, biskotat, karamelet, të gjitha këto lloje të ëmbëlsirave kanë në përmbajtje të lartë sheqer dhe drithra të rafinuara, dhe madje është më keq nëse bleni ato në dyqane. Shumë prej tyre përmbajnë yndyrna të pangopura duke rritur kështu rrezikun e shëndetit. Njerëzit me diabet janë më të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës dhe yndyrnat e ngopura arrisin nivelin e kolesterolit në total. Patatet e skuqura. Perimet me nisë të shtesë si patatet dhe mistri janë ndër burimet kryesore të karbohidrateve, ndaj duhet të kufizoni ose të shmangni personat që vuajnë nga diabeti. Nëse edhe i skuqni patatet, rreziku dyfishohet. Petullat e ëmbla. Shumë persona me diabet mendojnë sheqerin si numri 1 që rrit rrezikun në gjak, por në fakt janë karbohidratet ato që shkaktojnë një gjë të tillë. Petullat e përgatitura me drithra të përpunuar janë ndër burimet më të mëdha të karbohidrateve që shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak dhe luadhje të forta të shëndetit tuaj. Lëngjet e frutave që shiten nëpër dyqane mund të jenë të dëmshme për personat që vuajnë nga diabeti. Lëngjet e frutave janë të shëndetshme deri në momentin që ato nuk kanë sheqer të shtuar. Për personat që vuajnë nga diabeti ose për të gjithë ne, nuk ka ndonjë diferencë të madhe mes konsumit të sheqerit në formën e pijeve të gazuara ose lëngjeve të frutave që shitem nëpër dyqane. Të dyja janë të pashëndetshme. Ndërsa lëngjet që i përgatisni nga frutat e freskëta janë të mira për shëndetin, edhe pse nuk duhet të teproni me të nëse vuani nga diabeti. Pijet e gazuara. Edhe pse ka pak të dhëna që lidhet me pijet e gazuara, dietike dhe shtimi në peshë, edhe të problemeve të tjera shëndetësore, konsumi i rregullt i këtyre pijeve është i rrezikshëm për personat që vuajnë nga diabeti. Një kanaçe e vetme me pije të gazuara përmban 39 gram me sheqer. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që të rriturit të marrin jo më shumë se 36 gram sheqer në ditë, dhe kjo pije do të ndikojë drejt për së drejti në luhatjet e forta të sheqerit në gjak. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti, të tregoheni dorë shtrënguar me ushqimet tuaja. Kur keni diabet, zgjedhja e ushqimeve është thelbësore për të menaxhuar në mënyrë efektive nivelin e glukozës në gjak, por edhe për të mos pasur komplikacione shëndetësore. Vendimet më të rëndësishme të ushqimit janë në përzgjedhja e frutave, dhe nëse ky është zakonisht një opcion i shëndetshëm, ka disa fruta që duhet të shmangen. Mjekët kanë listuar të detajuar rezultatet e studimeve shkencore për të parë frutat që ndalohen kategorisht nëse jeni një person që vuani nga diabeti. Diabeti përfshin jo vetëm ndjekjen e një regjimi me medikamente dhe ushtrime, por edhe vëmendje ndaj asaj që konsumoni. Disa fruta mund të rrisin shpejt përmbajtjen e sheqerit në gjak për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqernave natyral. Prandaj është thelbësore të informoheni dhe për të shmangur sa më mirë këtë problem. Por cilat janë frutat që duhet të shmangni nëse vuani nga diabet? Sipas Breçaj do të rëndisim disa prej tyre. Rrushi. Edhe pse është i shijshëm dhe ushqyes, ai përmban nivele të larta të
Blues natyrale. Ky sheqer mund të shkaktojë rritje të shpejta të niveleve të glukozës, gjë që është e rrezikshme për njerëzit me diabet. Mango. Mango është një frut tropikal me lëng dhe i shijshëm, por është gjithashtu i pasur me sheqerna dhe glukozë. Kjo mund të jetë problematike për njerëzit që përpiqen të kontrollojnë nivelin e sheqerit në gjak. Fiku. Shija e tij e ëmbël i detyrohet përmbajtjes së lartë të glukozës. Kjo e bën vështirësi për njerëzit me diabet që të mbajnë në kontroll nivelet e sheqerit dhe glukozës. Papaja. Papaja është një tjetër frut tropikal freskues, por gjithashtu përmban sasi të konsiderueshme të sheqerit. Bananet. Njihet për butësinë dhe vlerat ushqyese, por përmbajtja e lartë e karbohidrateve bën një opsion më pak të favorshëm për njerëzit me diabet. Karbohidratet ndahen në glukozë, e cila mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Frutat e thata të ëmbla. Janë fruta të dehidratuara që qëndrojnë me sheqer në formë më të dëndur. Kjo do të thotë se mund të shkaktojnë që sasia e vogël e nivelit të sheqerit në gjak të konsumohet në sasi tepër të madhe dhe të luhas, edhe gjithashtu sheqeri në gjak. Frutat e rekomanduara nëse vuani nga diabeti janë molla jeshile, kivi, mandarina dhe dardha, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në dietën tuaj, gjithmonë duke mos e tepruar në shëndetin e përgjithshëm, pasi mund të ndikojë negativisht edhe në problemet tuaja të diabetit. Shkencëtarët kanë listuar disa nga ushqimet më të rëndësishme që përmirësojnë shëndetin tuaj. Përzgjedhja e ushqimeve të shëndetshme ndikon në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak, që është e rëndësishme për njerëzit me diabetin e tipit 2. Në këtë listë duhet të përfshini boronicat, agrumet dhe bishtajat. Ngrënia e këtyre kokrave të vogla është e rëndësishme sepse përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës. Kjo do të thotë që qelizat janë më të mpikshura dhe me insulin në trupin tuaj. Lëndët anti-inflamatore të boronica paksojnë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare që shfaqen te personat që vuajnë nga diabeti. Portokalli, citroja, mandarinat kanë efekte afatgjata për nivelet e sheqerit dhe kolesterolit. Agrumet përmbajnë lëndë anti-inflamatore dhe fibra. Ekspertët thonë se ngrënia e frutave të plota dhe jo lëngu të tyre ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2. Qiqrat, fasulet dhe thjerëzat kanë nivele të ulta glicemike, por kanë edhe një efekt terapeutik. Konsumi një racioni me bishtaja në ditë për 3 muaj çojë në uljen e ndjeshme të vlerave të hemoglobinës dhe tensionit të gjakut. Çokolata e zezë dhe ushqimet me bazë bimore. Konsumi i sasive të vogla të çokoladës së zezë të një cilësie superiore ul nivelin e insulinës dhe tensionit të gjakut. Konsumi i çokoladës së zezë me nivele të ulta sheqeri është i shëndetshëm me karbohidrate dhe për më tepër ajo lumturon shqicat tuaja dhe nuk ndikon në nivelin e glukozës. Vegetarianët janë më pak të rrezikuar nga diabeti tipi 2. Një regjim ushqimor i pasur me fruta dhe perime të shëndetshme, aror dhe bishtaja kanë ndikime domethënëse në jetën e personave që vuajnë nga diabeti. Nëse ju konsumoni ushqime me bazë bimore për një muaj të tërë, do të vini re nivelet e HGBA1C, tensionit të gjakut dhe triglicerideve dhe kolesterolit dhe glukozës një rënje të ndjeshme. Vaj ulliri dhe disa barishte janë shumë të shëndetshme për personat që vuajnë nga diabeti. Zvendësimi i yndyrnave trant dhe atyre të ngopura me varietete më të shëndetshme dhe të pangopura është i rekomandueshëm për çdo njeri. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër jo vetëm që ulë rrezikun e diabetit, por përmirëson edhe përdorimin e glukozës nga qelizat. Vaji i ullirit duhet të jetë pjesë e pandashme e regjimeve ushqimore, së bashku me arrorët, gjithashtu edhe me produkte të tjera shëndetësore, të cilët do të ofrojnë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Arrorët, gjalpi, kikirikull dhe kanella gjithashtu duhet të përfshihen në dietën tuaj për të ndihmuar në menaxhimin më të mirë të lohatjeve të sheqerit në gjak. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.